Këtë rrugë plot gur, plot kujtime, na sillin nostalgji për gjithçka kemi kaluar dhe për gjithçka që kemi mësuar duke ecur në to. Në këtu kemi mësuar vlerën e punës, një pune të palodhur, të përkushtuar te mase për fshatin tonë. Kemi mësuar solidaritetin dhe respektin për natyrën dhe njerëzit. Në rini nuk duhet që të largohemi në një vend për kushte më të mira, duke ditur që kushtet këtu mund të krijohen shumë lehtë nëse punojmë së bashku dhe besojmë te njëri tjetri. Të rinjtë i këtij fshati, ne duhet të ndihmojmë në zhvillimin e tij, duke krijuar kushte më të mira pune, një arsim sa më i mirë dhe zhvillime kulturore, duke mikpritur çdo të ri për të shndruar apo për të kthyer. Asnjëherë nuk është tepër vonë. Çdo deg peme, çdo cicërim soku, çdo përplasje ujit në përgur, çdo ecje në rrugët plot vështirësi, duhet të na bëjë neve të mendojmë 2 herë përpara se të largohemi. Çfarë na mungon neve për të dhënë një shtys vendit tonë për zhvillim? Normal, nëse shikojmë si zgjidhje vetëm të largohemi dhe të mos i japim një ndihmë njëri tjetrit, qoftë edhe për një fjalë më tepër, ama thjesht që ajo fjalë të na bëjë të reflektojmë për veten tonë. Të përfaqësosh të njësisht, të kujdesesh dhe të marrësh parasysh çdo të mirë për vendin tënd, është 100 herë më mirë se të praktikësh pa pikë mëshire. Ne jemi shumë më mirë se kaq, ama nuk kemi guximin të shfaqim mirësinë tonë. Vendi ynë ka nevojë për ne dhe ne duhet të bëjmë bashkë ashtu siç na ka hije.